Propozim ligji që ndalon publikimin e bombave të opozitës nuk tërhiqet. Njën nga propozuesit, koordinatori i BDI-s Talat Gjaferi konfirmoi se nuk ka për ta tërhequr në nënshkrimin e tij. Ai nuk është bindur madje as nga ndërmjetësuesi i Komisionit Evropian në grupin e punës Pieter van Hooijt dhe zëvendës kryeministri për eurointegrim Fatmir Besimi, të cilët biseduan me të për më shumë se një orë me dyert të mbyllura në zyrën e grupit parlamentar të BDI-s në Kuvend. Paraprakisht, ambasadori i BE-s në Shkupa, Ivo Orav, deklaroi se ka një marrëveshje që ligji të mos hapet në Kuvend deri më 20 tetor, kohë gjatë të cilës partitë duhet të merren vesh bashkërisht për një tekst të ri të këtij ligji, si dhe ligjit për informatorët. Nga ana tjetër, lideri i LSDM Zoran Zaev ka cilësuar si skandaloz propozimin e dorëzuar dje nga BDI-a dhe VMRO-DPMNE, duke shtuar se censurë të tillë nuk ka as në vendet më diktatoriale. Zaev tha se është pro ndalimit të publikimit të përgjimeve të atyre që janë ende të papublikuara, por jo për ato që janë shpalosur tashmë në opinion. Ndërkaq deputeti i VMRO-DPMNE-s Antonio Miloshovski tha se 4 partitë janë marrë vesh për të rishqyrtuar dhe korrigjuar tekstin e propozim ligjit, por nuk saktësoi nëse kjo do të bëhet përmes amendamenteve apo me ndonjë ligj krejtësisht të ri, që do të nënkuptonte tërheqjen e propozimit të BDI-s dhe VMRO-s. Informata nga më të ndryshmet kanë qarkulluar sot në Kuvend, të shoqëruara edhe nga atmosfera të tensionuara. Gjendja më e tensionuar ishte në grupin parlamentar të BDI-s, deputetët e kësaj partie nuk kanë qenë në dieni fare të një propozim ligji të tillë.